burrat që u japin më shumë stres grave tyre, apo janë gratë që u bëjnë stres burrave, apo nuk ka përcaktim gjinor? Varsisht nga perceptivi publik. E di se ku bazohen këtu. Burrat janë më shumë kërkues. Ndërkohë në mes të qenurit kërkues dhe të qenurës të kërkosh siguri emocionale, kjo e krijon atë haukun zinxhiror të konflikteve mes burrit dhe gruas. Pra burri kërkon ndërsa gruaja kërkon siguri emocionale, kurse burri kërkon validim, miratim, pranim urdhri. Dhe çfarë bën kjo lidhjen? E bën jo vetëm konfliktuoze, por në një tension të vazhdueshëm. Pra, përforcimet negative të lidhjes e krijojnë këtë problem që megjithëse është i zakonshëm, por Kosova si vend është në tranzicion, akoma kemi impakt të kulturës apo mendësisë tradicionale, ose ta themi kështu patriarkale. Nuk kam asgjë kundër tradicionales, por sot duhet t'i relativizojmë gjërat. Pra, ne përpiqemi ta demonizojmë njërin ose tjetrin, por në anën tjetër harrojmë që komunikimi dhe dialogu zgjidh shumë probleme në një lidhje martësore. Burri nuk është burim stresi, gruaja nuk është burim stresi, që të dy janë burim dashurie, por kur stresi shfaqet, atëherë është provë për ta që ta mirë menaxhojnë së bashku. Duke ofruar kujdesin dhe atashimin e ngrohtë për fëmijët. Por nëse edhe fëmiu e shoh lodhje trupore, ndërkohë njëri shmang dhe tjetra përpiqet ta ofrojë kujdesin përndor shumë më shumë se tjetri, ndërsa tjetri arsyetohet me justifikimin se unë po sjell të ardhurën në familje, ndërkohë ti ke për detyrë ta shikosh fëmiun, atëherë çfarë kemi këtu? Kemi një sistem të keqpërshtatshëm familjar, kur dëmton strukturën e familjes. Nuk duhet që burri të punojë dhe të vinë në shtëpi të pushojë. Okej, mund të pushosh, por afrohu pranë gruas dhe asisto, ndihmo, se kjo e përforcon shumë më shumë lidhje dhe kuptimin e asaj lidhje. Po jo të pozicionohesh në cep dhe të shikosh përballë se çfarë gruaja bën, çfarë kujdesi i ofron fëmijët, ndërkohë ti ke hapur TV-n dhe po relaksohesh. Tani erdhi koha e Big Brotherit. Ta shikojmë Big Brotherin, se ko është koha Big Brotherit, mos mi ngacmon nervat, se dua ta shikoj Big Brotherin, ose dua ta shikoj në një format tjetër, nuk kam ndonjë përgjegjësi, kam punuar gjatë gjithë ditës. Ky është absurditet. Është një nga shembujt e zakonshëm në strukturën tonë. Ose futbolli. Dua ta shikoj, po është një lojë shumë e rëndësishme, është një derbi, mos më ngacmon nervat, nuk dua ta shikoj lojën. A e di se çfarë bën lidhjen këto? Kjo lidhjen e shit në një dimension super konfliktuos. E pastaj ne habitemi e ngjelim me statistikat tona. Pse ka divorce? Po pse ka divorce pra? Se burri kërkon validim, kërkon miratim. Jam unë apo jo? Jam unë apo jo? Ndërsa gruaja kërkon siguri emocionale, kërkon mbështetje, se nuk mund t'i bëjë të gjitha. Pavarësisht nëse në këtë emision ndoshta tingëlloj feminist, por jo, unë e shoh problemin objektivisht prezent. Jo